janë disa personalitete që janë ma të rëndësishme se zeja atyne, se industria ku ata kontribuojnë. Bie fjala në Kosovë, ko pas kohë kemi thonë që Fadil Vukri është ma i rëndësishëm se futbolli e ndoshta se sporti. Në anën tjetër, e kemi Shkurtë Fejzën, e cila gjithashtu e ka këtë epitet. Muzika Shkurtë Fejzës në 50 vitet e fundit nuk ka qenë thjesht muzikë argëtuese. Muzika Shkurtë Fejzës ka eduku breza. Ajo, pra Shkurta, ka qenë dhe është institucion edhe politik edhe historik i Kosovës. Nëse ju trit mendoni që Mora Fjalë është himni më i madh i këndum ndonjëherë në gjuhën shqipe, atëherë unë ju garantoj që e keni gabim. Mora Fjalë është këngë e rëndësishme pas luftës. Mirë po, ndoshta çdo gjë ka fillu për gjeneratën teme e gjeneratën pak më të vjetër me oj Kosovë, oj nana jeme, ose nana ime, ose mbahonane mos ke frikë, e plot hite tjera që ka njerë më vjen keq edhe me i qujt hite, pra ma shumë janë literaturë, poezi, histori, politik, udhkryq kombëtar, ku ti orientohesh, ku një këngë të shtin me një trajektore të fuqishme kombëtare. E kam derin edhe knacin me pas mysafire në emisionin tem të radhës, në intervistat e mia të radhës, zonjën Shkurtë Fejza. Zonja Shkurtë Fejza, mirë se erdhe. Mirë se u gjej. E kam me të vërtet, jam i nderuar që jeni këtu, e po mendoja, jeni kanë këngëtare preferume, le të themi, e gjyshit edhe gjyshës, e babës edhe nanës, e jemja dhe e grus, e edhe fëmijëve të mi, nuk janë rastet shpeshta kur dikush kalon në 4 gjenerata, dhe më thonë, kur përmenet emni juj. A mundesh me na shpjegu, a ka pas, si më thonë, a ka ekzistu në mundësi teorike që ju mos me kanë këngëtare, pra, ku ja ka nis, ku jeni hin këtë zhanër? Nuk e besoj që ka ekzistu, sepse kam nis shumë herët. Kam nis si fëmijë. Edhe për fatin tim të mirë, në 74-ën, në atë kohë dhe veç formohet edhe televizioni i Prishtinës, në atë kohë, është bërë regjistrimi im i parë, i një këngë shumë të mirë, që sot kur e shoh është shumë simpatike për mua, një kujtim i jashtëzakonshëm, edhe mund të them që nga e 74-ta unë jam aktivisht, pa u nal deri më sot. Cila ishte kënga? Kënga ka qenë këngë e Përvojo Kushin. Përvojo Kushin ka qarkullu kohëve të fundit në për rrjetet sociale. Po, është në rrjetet sociale dhe thjesht më ngjall nostalgji kur e shoh, edhe shoh sa shpejt po shkojnë vitet edhe këtu nuk pejtona. Kush të ka zbulu si talent? Po, fillimisht ka kënu edhe motra ime, Hafizja. Edhe ka kënu shumë bukur. Mirë po, fati deshti u martua herët. Pastaj në mushtisht ka pas shumë talent. Pse që kjo është? Shumë interesant kjo puna mushtishtit edhe muzikës. Gjithë ata kombëtar janë edhe të gjithë kanë emën. Edhe të gjithë kanë pas një rol shumë të rëndësishëm në kulturën e Kosovës. A ka qenë aty dikush që e ka themelu që, si më thonë, a është dikush një person i kulturës aty që ka vendosur me bonje, se duket pak e çuditshme kjo? Po, janë shumë emra meritor që kanë mendua për këtë thjesht. Në Mushtish ne kemi pas një mes të përzirë, kemi jetu, si më thonë, kemi bashkëjetu me serbët. Edhe në atë kohë serbët kanë qenë shumë aktivë. 74, 75, me koncertet e tyne, A kanë bërë dhe ata koncerte? Kanë bërë shumë koncerte edhe të rritë thjesht nëse ti si u ofron ata dikun do të orientohet. Edhe tu e pak të rrezik, një grup arsimtarësh aty në Mushtisht, e kanë patë arsyeshme që të krijojnë një shoqëri kulturartistike afërdite në atë kohë.
në vitin 75. Edhe pastaj aty, afërdita si shoqëri, kam ledhë gjithë talentet dhe është zhvillua kjo thjesht kultura në fshatin ton, edhe ka pas aktivitet, dhe ka pas grupe edhe recitatore, edhe pastaj në 78 na fillojmë veç si shoqëri me xhirimet 2 xhirimet e radio televizionit Prishtinës, ku ato xhirime pastaj janë shumë të bujshme. Merr vesh gjithë bota shqiptare, me thonë, sidomos Kosova, me këngët tona shumë të mira, të cilat aq shumë u admiruan, edhe prej aty na kemi filluar që edhe seminal deri në të thenistën, kur filluan demonstratat, atëherë ishte nuk ka qenë lehtë në mesin e viteve të 70-ta me dal më konë femrat, me dal në televizor, si më thonë, alla franga në kuptimin edhe të emancipimit edhe sene. Është interesant, Suareka e ka bo dallimin këtë drejtim. Dhe më thonë, s'keni pas havale shumë, si një konë shumë E vërtet është kjo, ka qenë një mentalitet pak, me thonë, pak më i evoluar. Shumë. Edhe nështë edhe kjo shoqëria dhe shkolla edhe arsimtarët, ka qenë mësus Ibrahim Hamiti, një vjes pas, edhe ai e ka luajt këtë rol, me talentet, pastaj me grupin muzikor dhe me një farforme ka udhëheq shoqërinë kulturartistike Afrodita, kanë qenë mësues me emra të mirë për vendin, edhe ju ka besu edhe vajza dhe motra, edhe sepse i kanë pas kujdes për ne. Dhe si student, kur kam qenë, femrat prej Suarekës vazhdimisht jënë shqu për një farloj emancipimi, dhe më thonë, nuk jënë konë shumë, më thonë, që jënë kur. është një frym, ka qenë një frym e mirë, në fakt, po. Bele tash për më kujtot edhe njëni për politikanëve të kohës në atë kohë, që ka qenë prej Suarekës, Aslan Fazlia, i cili është angazhu në atë kohë për heqjen e Feregjës, dhe sene ka qenë njerëzakonisht i shqumë, edhe në kohën e Jugoslavisë, më thonë, mi emancipu gratë. Ka pas lëvizje të mira, po gjithmonë pjesa e Dugaxhinit është në shmohet, ku për nështë të so mirë me. Qërë, unë e vetë nuk e di, afrikajt jam, ngëm se administrativisht, vendi ku jam une është me Klinën, dhe më thonë, administrativisht jam Dugaxhin. Po. Territorialisht jam me Lapushën, që dhe më thonë, gati dhe i të Sare kam rrina, dhe i të Blaca atje, pak edhe si Drenisin a afër, kështu që një farë, që shpëthojnë tash një farë hibridi. Si do qoftë, Suareka ka pas kulturë, pastaj e përmena dhe Blasën, Riza Blaca është i Suarekës. I Suarekës. Joni prej, le të themi, korifejve të muzikës. I papërsëritshëm. Kolossi i madh. Absolutisht, dhe më thonë, edhe... Që edhe sot vazhdojmë me dëgjojmë me aq admirim, është shumë e çuditshme. Që ka pas rapsëd, ta zomë, mu më pëlqen ajo muzika asaj kohë, që shumë pëlqen, besoj unë muzika bukur pa marrë parasysh, a është folklora, a është popullore, a është e lehtë, po Rizahi e ka bë dallimin me faktin nuk ka pas band të vetën, domethënë nuk ka qenë një orkestër, ka qenë fikall vet Riza Blaca, domethënë me një cilteli që është sër, domethënë. Se më kon 3-4 dikush dojre, dikush anena, Rizahi vet fikall vet e ka bë muzikën, prandaj e kam një respekt të jashtëzakonshëm edhe e ka bë. Sepse çdo gjë tjetër i shkon e tepërt. Po pra. E ka mbush vet. Ka qenë charmant unë kam thonë. Edhe është e çuditshme çfarë diksionit pastër ka pas. Është i vetmi ndër rapsodët që unë kur i shkruaj tekstet, më intrigon diçka dhe e shkruaj, nuk kam nevojë me e përsërit se çka po thot. Vetëm Riza Blaca. Absolutisht. Ka një diksion të jashtëzakonshëm. Një këndim ashtu që i papërsëritshëm. Shumë, e ngoj, domethënë që tash se na dulen edhe çto, jo Spotify, jo YouTube, po mund është mingu edhe pse vazhdoj më kon kritik jashtëzakonshëm të institucionet qysh nuk po arrin, si më thonë, me bo një projekt masiv muzikor, dhe më thonë, ku filtrohen gjanat, ku janë, abdin se, jo çdo muzikë me qiftelia është muzikë me vlera, dhe më thonë, unë shpesh ja u bëj, abdin se mu ma bëjnë të ngon muzikë me qiftelia, thëmë, nuk e ngoj krejt muzikat me qiftelia.
Domethënë, ato muzikën vulgare me çiftelia nuk e ngoj, domethënë, ka dallim këtu. Tash për ato që s'ngon shumë i duket kushdo që imshan dy telave, po bën muzikë, jo. Po bën muzikë sigurisht. Edhe ajo është e ndryshme. Nëse e kthen kryt mrapa shkurt, a ka një këngë që të përmbledh mas mirë i karrierën tonë, domethënë diçka që e ke kënu që thush që kjo, dhe nëse i zhduf ketë me mu hek, ketë këngë me urujt vesnja, cëllën e kështë zgjedh. E di që o zërë? Një është pak. Po dhe. Sepse këngët e mia dhe në për intervista tjera kom thonë se kanë pas fizionominë e kohës. Prandaj një është pak. Di. Sepse me marë Kosovë në naime, me hek mbahu në mos ke frikë, me lonë anash Nën Terezën, me lonë anash për shembull edhe Xhamadonin via, e kam emrin kosovar, pastaj atë vëmë kur i bastardojnë ka pak këngë tuja kur i shet, domethënë se tash secili e ka drejtën, a di ti qysh është? Jo, secili nuk e ka drejtën. Jo, po ka marrë të drejtën. Po, sepse na që i kemi në pronësi këngë tona, mujna mi avnalat drejtë. Po unë nuk e praktikoj se mu vjen mirë që i kënoj. Sepse këto këngë edhe ashtu i dedikohen brezave. Historinë vetet, cilë në përmjet këngës të mësojmë se ku ishim, çka kena mba, çka kena vujt, sepse gjitha këngët e mia kanë përmbajtjet e tillë. Prandaj unë pavarësisht që mendojnë se e mora, unë muj me jam nalë, por nuk e nalë, sepse kam, më vjen mirë sepse edhe roli i këngëtarëve, gjeneratës që po iken tash, dorë në zemër, zdeshtëm, aty jemi, e ka këtë rol. E këta me ofru edhe me lanë, thjesht. A shkon përgjithësi e madhe për ty, nuk e konë thjesht këngëtare, domethënë, e thash edhe në fillim, je konë një lloj institucioni paralel për të mirë, domethënë, a shkon përgjithësi e madhe për dikan me pas që të, sepse pastaj edhe secilën këngë që e ke boti i duk me peshu mirë, pas një suksesit jashtëzakonshëm me dalë me diçka ti s'ke mujt me dalë veç çashtu. Çfarë? Sigurisht u konë përgjithësi e madhe, po unë vetë periudat i kanë sjell këngë. Kështu që unë nuk, si me të thonë, nuk kom pas shumë përpjekje se çka do të kënoj, se vetë periudha më ka sjell temën. Prandaj këtu e shoh si lehtësim për mua. Është disa interesant, unë nuk e më rri shumë, domethënë, bamendja ime është në vitet 80-ta, pjesën e dytë viteve 80-ta, po pastaj kom fol edhe me shumë kusherit mi, të afërm të mi që kanë qenë studentë në vitet 80-ta dhe ata tregojnë fillimin e viteve 80-ta, fundin e viteve 70-ta, ata tregojnë ka qenë një farloj ullkryqi i madh historik ku një pjesë e shqiptarëve të Kosovës patën fillu mu familiarizu ka pak me muzikën serbe, jugoslave, jo Zdravko Čolići, jo Lepa Brena, jo çapo di në bendet e kohës, e nënën tjetër je kon ti. Domethënë ku megjithatë ato fiton ti, domethënë ku ti ka pas koncerte në atë kohë, ata tregojnë, është mush një tetori një herë me Zdravko Čolićina me Abor Ramizi, çapo di, ma ne je dalë ti në skenë edhe, si më thonë, e ke fitu betejen, i ke këthy njerës, kënena. Qysh e kujton që atë ko? E kujtoj, edhe bile e kujtoj herën e fundit në koncerti, më duket ka qenë në vitin 80. 80, po. Tetor, nëse zgaboj, edhe ka qenë një koncert që mohet men. Është mbajt në sallën i Tetorit. Në sallën i Tetorit. Edhe e di që edhe sot kur i takoj ata, si të them, pjesëmarrësit, publikun, edhe pse në mosh, do të thonë kanë atë shumë emocione dhe ju mushën sy të lot ku ma. A ke plot salla? Plot salla ishte. Edhe në momentet që unë dola pastaj me këto këngët e mia, vazhdun edhe i ditëshin edhe setrat edhe u bo shumë atmosferë, edhe pastaj erdhen policia, Çka i djegën setrat aty për emocion? I djegën setrat për emocion dhe për, do më thonë, ai shkarkimi emocional nëpërmjet. Çka kënuve aty, çfarë këngësh ke kënu?
Këngën erdha nga qyteti, Mojsy Zeza, Miss Sokoli e ka dhe atmosferën, po. e ndezi, aty do më thonë shifej ai, si të them, nashta ajo atë dhe dashuria e njerëzve, ajo mungesa e lirisë, që nëpërmjet këngëve të mia duke që po ja arrin atë që po i mungon thjesht, ishte një atmosferë shumë e bukur që unë shumë rrallë e kujtoj se më mbush me emocion. Dhe se harroj. Po kon interesant, deri vonë domethënë është konsideru që katunarët ngojnë këngë me çiftelia, pjesa e emancipume, domethënë e moj men që atë farë vijë ndarësa, apo den se nëse ke dasht pak mu duk pak qësje, apo den njerëz nuk e kanë ditë logjikën e çiftelisë dhe muzikës, edhe sa në... E kom përjetu. A, ki përjetu? E kom përjetu, sepse në momentin që unë dola, edhe një shumica e popullit, dhe më thonë, me admirante, e mori për zemër këngën time, mi për një pjesë, dhe kjo pjesë më vjen keq me shpreh, po ma shumë që nështë ishin shumë rahat me sistemin, edhe këngët e mia duke sikur po ja prishnin atë par komoditetin, edhe për me ullë veprën time, këngët e mia e quanin katunari, thjesht, po, edhe po nuk e di unë si jëmnal, mua nuk ka po përshtypje. Interferim politikës të kohës, dhe më thonë, qërën me një sistem komunist, kur dikush bëhet më i fuqishëm se sa industria vetë, sigurisht që bjen në radar, dhe më thonë, të pushtetit të seneve, a kanë fillu si më thonë mu marrë me ty ma shumë në atë kohë pastaj? Po, ka qenë edhe një rast kur, me thonë drejten, në këto organet më të naltat krajinore në atë kohë, Kol Shiroka më duke thishtë. Kol Shiroka. Tha me i nalë këto qiftelia, dhe më thonë direkt na u dediku neve ai mesazh, thjesht. Edhe ajna qujti katunari e qiftelie, dhe më thonë, edhe prej aty masani jenë mora dhe masa, në kuptimin, pastaj filloj të dhe të një, edhe neve thjesht shoqëria kultur-artistike Afrodita, se deri tash që folëm na... Je kon të Afrodita? Të Afrodita, edhe mazej pushojës. Se egzistuari? Se egzistuari, edhe mua munda lutë këndoja, pastaj... Si tu da, kush? Po na thanë që nuk guxojsh me kënu. Qa po thu? Po, mas nej... Zinë veç atë, mas të nitës, a? Mas të nitës, mas nej na i konfiskun pasaportat, na nëzorën prej punës, edhe mua dhe i rushit na preashtun prej punës. Pas na erdi koha dhe na dënun edhe me burg. Kur i dënu me burg? 86-ën. 86-ën i dënu me burg? Edhe këto janë peripetit tona që... Ja, të rekom pak për që të punën e burgu, dhe më thonë. Po, burgu ka qenë në vitin 86 me një dasëm në Macedoni. Sepse unë fillova pastaj me shku në përdasëm. Dhe është shumë e çuditshme që e kam cek në përshkrimë zakonisht, sepse vinë dhe na kërkonin për dasma të shkonin. A ti ke fillu në dashës ma në vitet 80, dhe më thonë? Jo, ma vonë. Po në 86 pas ke qenë në Macedoni në dasëm? Po, 4-5. Okej. Po. Edhe na nuk shkonim. Pastaj me insistimin e Ukshin Hotit, tha ti duhet shku sepse ata njerëz presin, kanë nevojë për këngën tënde. Pra je taku me Ukshinin edhe të ka sugjeru për më shku? Unë nuk jem taku, shtaku Hajrushi. Edhe që duhet me shku, me këndu, edhe pastaj sikur e morëm si detyrë. Mision, thjesht. Sepse edhe pse, me të thonë të drejtën, tashti për me kene sinqert, edhe na mungonin edhe mjetë, edhe na mungonin edhe kushtet bazë për jetë. Po nuk kena, asnjëherë s'kena lakmu. Po kur erdhi mundësia si mision, atëherë edhe si detyrë thjesht e jona që konga jonë me bë punën e saj, atëherë na pranum edhe shkum. Mirë po kur shkum në Macedoni. Ku ishit Macedoni? Macedoni kemi qenë në Kërqov.
në Kërçov, në Tetov, gjitha pjesë e Maqedonisë, në Shkup, gjitha territor. Do më thonë... A ishin e për ahengje private, ku shkoje? Ahengje private. Po dasma e... Po dasma, të cilat organizoheshin në për livade. Mos. Dhe është shumë interesant se bëshin 10.000 njerëz që vinin me në ndigju. Po ajo që nështë si me thonë nxitje, jo, po edhe sepse kishte edhe krisma. A kishte gjujt në atë? Shira nga... Po në livadë ko kanë konë, se këtë? Edhe aty mas nej në Tetov, të gjashtën erdhen edhe në dënuan me burg. Ne morën letën jo fitimet. Do më thonë, ju erdhen në vend ngjarjes ku ishit, a? Në vend Tuknu. Tuknu? Po. A ishin shqiptare Macedon? Macedon. Çfarë kongë që e konë Tuknu shkurt? Po, tash kur e ndigjoj kongën për Bjenera Retërzeza, iki prej saj. Elektrizu se u konë, dhe më thonë. Nuk ka komentar që e ka kënu ma shumë se unë atë. Mos. Edhe ka qenë një problem që edhe sot më ndjek, që unë kënoj shumë emocion. Edhe ajo kongë atë shumë e ndishna, atë shumë thjeshtë dhe më hargjon të energjin, që së është kongë shumë histori, shumë kongë... Morë dhe kërkon këgja potencë, dhe më thonë se na gjithë kemi bo përplikje me kënu atë kongë, dhe më thonë autobus kë kemi shku krysh, o konë me pa tjetër mu kënu po i Bjenera Rete Zeza. Kur kove të fundit e ka regjistru Gresa, thash Gres. Po që ka të bajsh? Po ma kujton thash si... Nështë ta me një dasëm, për mos më egzageru 20 herë kom kërnu. Për zotën që s'musha me zbrit e skenës për i lodhjes. Kur vinin kërkesat, po thosha, veç sa e kënova, prap do këndosh. O, zoti mori. Ka qenë shumë. E dhe më thonë, po i Bjenera Rete Zeza ti pruni ty agentat e u të bës të dera. Edhe në fakt... këndonim kënd të ndryshme, sepse unë në dënim e kam të shkru me... Mas me kënu kongën për Bjenera? Jo, po me kongën Bubullim ke Shkombi Kavajës, sepse i ka këndue një vendi anë miqësorë. Shkambit Kavajës. Shkombi Kavajës. Bile kur kemi qenë për herë të parë në Shqipni, thash Hajrush, do të shkojmë të Shkombi Kavajës. Kur e pashë. Bile Shkambi Kavajës kur ka i tërmeti që ndodhë Shqipni orzu pak dhe më. Orzu gjysa, po atë. Edhe manej të murën prej koncertit policia? Jo. Okej. Neve na morën shënimet, edhe na me mendimin, hajtë se kur gjo. Pas ne kur kemi ardhën në Kosovë, nështë mas një viti, edhe i kemi ndigju lajmet, asë njerë se aroj, se dënohen një grupë artistës të cilët kanë këndua bla bla bla, edhe emna të re. Kemi qenë... Kush kemi qenë? Gjithë grupi. Okej. Edhe kështu që... Pas e di mu më kujtohet pak, dhe më thonë që kjo në gjarje, se thëshin, ja kanë talu shkurtës mu marrë me muzikë, dhe më thonë, baba e generatat ma të vjetra që ishin, po kjo veç e ka pas forcu mitin tëmë, dhe më thonë, e pastaj sa heshte ti, sa ku nuk këndove? Një 2-3 vjetë, jo. 2-3 vjetë? Po. E a je konë në burg? Jo, Hajrushi u konë. Hajrushi u konë, a ne, shumë mirë. Se Hajrushi gjithmonë e ka pasë rolin e menaxherit. Okej. Edhe natyrisht që a i mirë të gjithë shka për sipër, dhe mirë të që nxitësi edhe shtysi për me kënu ishte ai, kështu që unë në fakt unë isha shtatë zona dhe në Besjanën, edhe atër ligjit për gratë shtatë zona ishin një tolerancë shtëdisa. Edhe e pushteti politik në Kosovë në atë kohë, dhe më thonë, ne kemi pas institucionet tona, dhe më thonë, janë konë të krahinës autonome socialistët Kosovë, si quajnë atë kohë, atë komunikonin, aprovonin, si më thonë, me të ndiku, me pas në i akses? Po, kemi shku pastaj edhe, me thonë drejtë, në kanë ndihmu. Në kanë ndihmu. Okej. Ka pas insistu edhe një Sonja prej Beogradit ka ardhë, me thjesht me detyrë që kjo gru duhet mu burgos. Mas. Edhe këtu jam mirë njohë se babës të
djellëzës, Remzis. Remzis. Po dhe aje anës juja atje. po i cili ka thënë që pse po i binin qaf, kur gjështë është kjo, na rregullojmë, dhe më thonë edhe ka heka dhe grupe me një farë forme, edhe ajo kishte pas një rol shumë transishëm në... Po janë kujtimet që nuk i shfletoj shpesh, edhe tash kur... Që ky muhabet po bot nëjna në mesin e vitet të 10, apo aktualisht. Pastaj nëse zgaboj, Kosova i nona ime ka dalë 1987, a? 89. A 89? 89. Në atë kohë kur Kosovës veç ju... Po, suprimu autonomia. Po. Në atë kohë unë dola me këngën Kosovë në ime, që ishte bum. Absolutisht, dhe sa ishte... Të thash se dhe rëthonat... A ke pas prit qatë, që më thonë, dridhjet publiku, dhe më thonë, se aja kur ka dalë, që ke pas para asoj kongën, a ke pas në album tjetër para Oj Kosovë i nona ime? Po. Cile u konë? Këm pas albumin S'ke Kosovë që pëlqen zo. E mirë është edhe kjo. Fantastike. Që na i gjithçka, anmiku ishte në atë kohë Baba Sultan. Po. Po dhe pa ja u konë, a përdin qysh, i msheshëm Turqis bukur shumë, që me morë vesh këta. Me morë vesh këta. Në fakt, këtyne ju adresojshim, po të më zgudzu. Po. Je konë për mduket, a shkeshje për mduket me gjeneram anë në programet vitit të ri, je konë për mduket edhe aty, që ato programet, bile diskutova dhe me Sinonin, herën e fundit kërë pota, ato programet e vitit të ri jënë konë një farë mesazhi politik që jepej, dhe më thonë, mizjara më konë fantastik në programe. Me ato metaforat e veta, me ato gjanat. Ka qenë sa shumë i dashtën për njerëzit, sa shumë ja vlerësonin mendimin, tha, dishti me thonë kështu. Dhe me thonë, ka qenë... A ka pas cenzur për ty në vitet e 80-a, manej në... këtu në RTP, në Radio Kosovë, në Radio Prishtinë, a ti cenzuronin kongët? Nuk, kongët të mija nuk i lëshonin dhe më thonë, sepse na dy programi i patëm bë, njëna doli, tjetra jo. Sepse nuk për rëthonat politike, nuk e lëshonin. Programet qkofit? Televizionit. Okej. Po, si shoqëri që e po. Po mas ne edhe kishte mundësi inqizimit këngëve, sepse... A nuk lejonin me inqizu aty? Nuk lejonin. Unë, kur kom ardhë këtu, jam çudit sa mundësi të mëdhaja kanë pas këngëtarët para me, kanë punu në institucion, ka qenë një orkestër, kanë qenë gjithë ata kompozitor e tekst të shkruas në disponimin e tyre. Edhe më duke sikur shumë pak po bajnë. Festivale, akorde, gjithçka që kanë thjesht në disponimin e këngëtarëve të mahershme. Kurse na duhej me marrë iniciativën vetë, me i kalu gjithë ato pengesa, edhe thjesht edhe me të pengu edhe në këndim edhe në këngë edhe me pas shumë kujdes edhe, do të thonë, kjo ka qenë një dallim i madh i, si më thonë, në start ti si artiste një diskriminim. Po ke pas një handicap. Një handicap. Kur është konë momenti dhënja shkurt, kur je konë figur nacionale, dhe më thonë, a ka një moment caktum, një ngjarje që të ka lansu edhe je bo, dhe më thonë, ku ka njoft krejt Kosova, apo kjo ka shku gradualisht, kur e kem rrit pikun tënë popularitetit, nështë atë Oj Kosova i nona ime, edhe ma herët? Duket se jo të Kosova nona ime, po në fillim të këngëve të mia, unë veç e kom rrin këtë popularitet, sepse e di se në gjimnaz, kur isha... A ti në gjimnaz je konë atë ku? Më sillte postieri letra me thes. Dërgonin foncat letra? Foncat letra me thes. Edhe theke merre qiko se së në pibari. Qka po thurë? Për zotën po, edhe ndërkujtimet e çmueshme që mu kanë djeg gjatë luftës, kanë qenë edhe edhe ato? Edhe më dhimen shumë. Nga gjitha anët e Kosovës, edhe të diasporës, ku do ku ka pas shqiptarën, ku marrë letra, admirimi për mua dhe për këngë. Qështu është konë më konë zonë se në Suarek, me një shkollë të mesme, edhe më konë ma e rëndësishme sekretari komunës, ma e rëndësishme se shkolla Suarekës.
Që trajtonin? Nuk e di, unë nështë pse si e vogël, paka shumë është e më kone lastume për mesit. Okej. Me zon, me talent. Edhe pse kur si e duk, si më thonë, e lastume kështu, dhe më thonë... Po, masa ne i këto e ko morë si të mirë qenë. Okej. Nuk është se më kara në kokë asë njëherë mua. Jo dhe se nuk e ke pas ti. Jo. Po. Bile tash më vjen keq më dhimen kur i shoh, thama, man, sunë e bajnë. Për zotën. Ka dalet jo po se ka jetë dhe ma unë, dhe më thonë, ma zguti. Kjo më ka ndihmu mi marë gjara shumë normale. Aha. Ase edhe, nuk e di, na jemi kanë familje që kena pas shumë punë në shtëpi, me të drejtën. Edhe kjo nështë ka ndiku. Se që ti edhe punoj që ka shtëpia? Po sigurisht se kisha nonën vetëm. Jo, jo. Edhe jo të fusha, jo të... A ke punu edhe në fush, Po dhe më? sigurisht. Unë jam rritë në fshat. Edhe kjo nështë e ka bërë që ti me kenë ma normal. Para përna mi thonë sëtë, si më thonë se ti personalisht ke pas famë në Kosovë ma shumë se kërë krejt këta tjerë të bashkë mi bo, se nuk i një koni që në vetë, a konë shkurt e fejza, ma ne unë konë të vendet lira, edhe mi thonë edhe dafine se tajne se këtë në apo që e një pak saj dhe dilninara me korë, me fshizë. E kom pas shumë pak probleme kom pas, sepse shkonim nara edhe nara në shtëpi, po kur kishim orë të fiskulturës, e kisha pa problem, sepse durët i kom pas me kalli. Po. Ajme. Po. Edhe ato kur u qetësojshin, e bëshin farë kore. Po desa. Edhe kur na bike, mu kap dorë për dorë. Ti dorën qelik. Edhe, jo, gjithmonë, shka kin dorë. Vrashta. Edhe tash... Po dhe se kryot kjo këtu. Po kryot vrashta. E më në e dajt. Tash me i kalëzu në ati që kom shku nare, kom shku... Po dhe. Më vike pa lidhjet, ajde të thesha më zërmjallë, për zotë. Cilat pi punëve të orës, unë e për shamë dhe kom pas mërzi, nëjse, unë i vanë shumë, po që më ka pengu shumë është konë, si më thonë pasullin me vjela, ja, dishush më doke, qa u rejshë ti ma të shoj dhe... Nuk e di se unë kom pas si nënë shumë të mirë, në thënë drejten edhe kur mi pe i rasti, më thonë me ndimuar saj edhe me shkumar saj, unë gjithë shka e dhe isha edhe punën edhe... Sepse kanë qenë rrethonat të vështira. Pastaj ndodhen zhvillimet politike të na, dhe më thonë, u kriju lidhja demokratike e Kosovës, që më thonë, ato që po e thunë edhe ti 1989, o Greqi Malë, o e Kosovë njona ime, njona nonë, suprimimi autonomisë, Ibrahim Rugova. A ke komuniku me Ibrahim Rugovën? A ju ka thirë me, si më thonë, në i herë, si më thonë, për mbështetja, për në i gjohë? Po, se në fakt lidhja demokratike kur u formua, edhe Hajrushi ishte njënin prej themeluzve të lidhjes demokratike në Suarek. Okay. Edhe na ishim edhe si familjet. Po. Edhe po jam taku, edhe se harroj asnjëherë kur më ka pa për herë të parë, thau sa mirë. Në cinë vetë? Tha 89, ku me ditë. Ka qenë 91-2. Okay. Dhe më ka thonë që më vjen mirë, je ka që re dhe je bohemer klasik. E vërtet. Nuk e harroj. A kështu e tha? Nuk e harroj këtë frozë. Këtë vendim. Wow. Ka që re dhe emën klasik. Emën klasik. Aha. Për mua ishte emocion që e takua. Sepse ka qenë mbetet një emën i... Unë e kam qenë vitin 1990, jem regjistru në vitë parë në gjimnazë, e kemi pas një autobus që utonim preju i mirit në Klinë, se unë jetoja në i mirë, një farfshati aty, edhe në autobus se ma ne në njeken për Klinë, se u prishën shkollat e kejtë, ama mi më thonë që një vjetë vish kasetën tonë e ka lëshu shoferi autobusit aty, dhe më thonë në konë konga qaja e në streze për mduket. A konë qaja ku? 90-ën ka qenë në Tereze. 90-ën, dhe më thonë, veqin rëjke kasetën, here që të krike tonë, here që të kënonën tjetër, dhe më thonë, krejt kongë për menëshin, së ishëm, po edhe kanë qenë të bukra që ato kongë, më tregu drejt. Kanë qenë të bukra, kanë pas mesazh. Unë e kur futna në Spotify, për shemëll, pëlqejnë edhe këtu, për shemëll, mora fjallë,
sikur ti që po e bjen njëra retë se sa diçkish ka njëra thusha penolin pak që të kongë se të në me na lujt. E ma ne i lip jo në këtë tjetra, të më thonë, janë fantastike ajo. Kush i ka bo që atë kongëve, kush i ka komponua, kush i ka tekstin, kush i ka shkrua? Unë në 90-ën na kemi bo kasetën Qëndro. Mirë po, para 90-ës ishte Kosovë Nana ime. Po. 89-ës. Qas shpejt i qitë dyja? Sepse Kërkën të nevoja. kur doli konga Kosovë Nana ime, ajo kasetë është 1 milion kopje. Original kanë shku. E mos flas shitjes të shitje pastaj. Kush e konë, si më thonë, kompania që e ka qitë? Kompania që e ka qitë ka qenë Kosovafonia e Hamdi Lugaxhiut. Okej. Ka qenë një producent i një fshatit afër neve. Okej. Edhe nuk e harroj me Kosovën Nana ime, kemi shkuar për një koncert kështu në Mitrovic, asnjëherë se harroj një zotëri aty që shitte kaseta. Edhe tha, shkurt, a je shkurt ja po, si je, si kalon, a bën për një drek me ta qitë. Thash, faleminderit shumë, po jam me punë. Allah ile bo më halal se i ku morë do kaseta tua dhe me një farforme i kishte pirate. Po, pirateri, edhe thash se po i moj familjen me shto. Thash halal të këpër. Me halal. Thash e drejken e bërreja tjetër. Dhe më thonë ka pas shitje, ka pas që nuk përsëritën ma. Dhe asë njëherë nuk e besoj që ka dalë kongë me ja kaluë edhe sot. As kja mura fjallë, këta generatat e reja menojnë. Kosovë Nana ime. Na i na konë, si më thonë, aja konë u knëjke në klasë, në resht, në futbol, gjdo konë konë, dhe më thonë, oje Kosovë Nana ime. Po është interesant edhe sot kënohet. Po. Unë sot në për koncerte e kënoj me brezin e ri, dhe shumë knaqësi kur shkoj dhe reshti parë vinë ata dhe kënojnë bashkë me mua. Edhe unë për këto jam shumë i njohës edhe prindve që din me eduku. Po. Sepse konga e kështu, kur u shit që ajo kaset, a u fitoj ke hish në atë kohë për kasetave? Po tash, po, mirë po, gjithë shka me rëzik, edhe në punë sishim, që të i pritëshim. Qashtë. Thjesht. Pas në i le edhe për me jetua, po edhe për me marë thjesht, merë prej kongës e jep të konga. Po. Sepse gjitha të kongë që u punuan, shtu shkonte. Filloj periuda me eronë në shta juna, po që gjithashtu edhe bjerëzakonisht e rëndësish me vitet e 90-ta, a ju ra me hjek hish, dhe më thonë, që të varët kohë, se këgja u konë, si më thonë, një me, e ke pas njën e non politike, në njën e non muzikanta, që e kanë mojtë gjallë, që të varë, avdin tash njerës ka loj opinionësh, po për mu, dhe më thonë, këngëtarët e caktum, para juve, dorën zemre për menëm në Riza Blocën, jën konë Salih Ferizi, jën konë Bitesef, se konë rapsëd që e kanë mojtë, që më thonë, se o ka një periudhë vite 70-80, ose kundër Perandërisë Osmani o duf më knu, ose ka pak për dashni, po jo direkt kundër Serbisë. Jo direkt. Direkt jënë konë këta në përruda, dhe më thonë këta jënë konë si mënyrë ilegale. Po din. Mojshën ata, jo qërri lozi, Vesh nëse ka pas në element i keqë. Qisë ka një herë, dhe më thonë, edhe e arrestation, jo ka nga Ahmed Delise, jo ka nga Nena, jo prekazit ke pas shumë, po ma ne ju 90-at e heket, që më thonë, fillut edhe ju kunder, a kishët pasoja kur kalojshit në për organe? Po, gjithmonë këna pas kujdes, mirë po, nuk e di, në 90-ën, si kur u dajte me tabore. Po, dhe serb të pajtun, të lene të knujnë. Kush ishte me serb, shkotë me serb, edhe kush ishte knej, më thonë, shumë sane u kjartësu në Kosovë. Edhe si kur me thonë që njeri u shprehi pak ma lirshëm, sepse ishte fati për bashkë. Qashtë, se u bon shumë, tash ose u duf kemi arrestu tonë. Kretë, a ju pa këtë qëllimi saj që po dojmë në shfaros, shtu bile na po dojmë liri, edhe tash gjonat ishin ma të kjarta, po temë. Edhe punonim pak ma lirshëm. Thjesht në të
ndasin tonë, Qashtu. thjesht. Se ma heret ishte shumë problem, sepse të lajmëronin jo që teksti o kështu, o teksti kështu, tashti jo. Puno edhe Veç grahi. veç E në Shqipnia, shka ishit? Kur ke shku për herë të parë në Kom Shqipni? shku në 92-ën për herë të parë. Në të dytën. Po. Qka koncerta, veç vizita? Jo, veç vizit. Atë njofshin atje? Nuk e di, kur kom shku në 12 të shtunën, Po, 12 vallëzimi pa një të shtuna, që u konë odi krasta që i Po. bajke, po. atëherë ka pas njerëz që më kanë njoft, po mendoj që kanë qenë të Kosovës, po them. Po. Mirë po, mase i kam digju që edhe atje është digju shumë konga mbahuna në mos ke frikë, se ke jem në Amerikë. Okej. Do me thonë, kam fillu veç edhe atëherë, do me thonë, udhtimi im i parë në Shqipëni, atëherë bon me dhe kongën Xhamadanin Via Via është Kosova, Shqipënia, Në Shqipni e ke bo ata, a? në Shqipëni. Ashtë edhe si video e realizume në Shqipni ajo, si klip? Po, mashnesh se kemi, neve na thanë me shku me knum, pastaj na thamë do të vim pas një jave, se pas një jave, po 3-4 ditë sa ishte, sepse e kena në plan një kongë me ba për udhtimin ton të parë në Shqipëni, edhe sa ta realizojmë, po vim. Edhe kemi shkuet në Shkodër, të Pjetër Gaci, dritë shpiti pas, kompozitor që nuk i vjen më Shqipënisë. Okej. Edhe ai na tha që se na i tregum idenë e kongës, se kishim shkruar në prozë si do të jetë. Ai tha unë nuk kam piano, sepse i kishte shit për gruaja e tij me shku me i pa familjen e vet. Mos. Edhe sepse edhe Shqipënia në 90-ën u shliru po më duket. Ajo Po. çaç. Si, Ata i patën zjedhët natën njëtën, pastaj natën e dytën u fitoj Sali Berisha, dhe më thonë që. dhe na qojte Zef Qoba, është një djali i ri, edhe është kompozitor i mirë. Pastaj Zefi t'ja spjegum në idenë e kongës, Zefi tha është shumë vonë, po kam një mik timin, Alfred Çapaliku, që shkruan tekste bukur, do të shkojmë te ai, ama ishte vonë, edhe do të flasim me te. Edhe shkum na, edhe i tregum se çka po dojmë. Na për këtë udhtim e shënua me një kongë, edhe në mëngjes Alfred Çapaliku e kishte bë. Për një ditë e kështë. Teksti. Mos. Kështë ai ka ndihmu edhe ai, do të thonë, shkrimet tona në prozë, si do t'jetë. Po. Do shta, po dhe në mëngjes pastaj kemi marrë kongën, e kemi këndue, kemi ba me Zefin, pastaj kemi shku të Shpëtim Saraçi, i cili atë ditë fejohej me Mirën, Me Mirakonçin. me Mirakonçin, për me regjistru në studion e tij. Sepse me që është për me u kënuar Dhe më thonë, ke që ky muhabet ku ka bo për 2-3 ditë? për 2-3 ditë. Qka po thuhe? Dhe më thonë 2-3 ditë që me met në histori për jetë pastaj. Wow. Edhe pas ne kemi regjistru, kemi prit pak shpëtimin se harroj, sepse miqti kanë ardhur dhe tjera. Edhe e kam kënu kongën, edhe pas ne për herë të parë është këndua në 12 në Hollywood, si ishte ajo. Po, a për herë të parë kënu? Po, edhe e kemi, është regjistru me bilet. Që. Pastaj kena vazhdu me këtë kongë, është pranu, është mirë pranu, është dashuru nga publiku. Absolutisht. Dhe që është një kongë e imja biografi, historie e imja që unë e ndi shumë. Pra, ki për zemër, goxha Kam shumë. për zemër. Okej. E në Amerikë, kur ke shku për herë të parë? Për herë të parë në Amerikë kam shku në vitin 83. 83. Edhe ka qenë një, si me thonë, na kanë pritë shumë mirë, po për fatin ton, ato koncerte mas nej, si kur nuk vazhduan. Okej. Nuk vazhduan sepse bashkë me grupin ton kishte edhe elemente jo të mira Në grup, a? në grup, që publiku i atjeshëm i njifte edhe thjesht, nështë ai edhe jap kish pa sherrin ku di unë, edhe ndërkohë ata morën vesh se janë ato elemente aty, pastaj në Elemente që koncert jetonin në Amerika, që shkonin me ju atje. që vinin me ne atje. Edhe Shoj që ju konë njerës të shërbimit ta? më duket mos në kon atje
të Amerikës, atje kanë vepru. Kanë Kanë vepru atje. Edhe asnjëherë nuk e harroj se krejt rastisht ata i pan, edhe atë reagimin e publikut dhe thjesht Pra dyshoj që janë njerëz të shërbimit. të shërbimit. Të udbës. Po, të udbës, edhe që kanë ardhur me ne edhe aty në ju dhimbti shumë kjo punë edhe u çunë prishën koncertin. Pastaj edhe na zguxëshim me kënu këngë patriotike. Edhe ajo ishte një nxitje nga ana publiku. Pse? Asnjëherë se harroj një zë nga publiku, o shkurte, të na këndosh këngë të bukura, jo lale lule. Për zotë, se na këshirë me o zambaku i barë. Erdha nga qyteti në fshat. Që janë këtu lale lule. Se harroj. Edhe nuk e vazhdo ma koncertin, po ka qenë një organizator shumë i mirë. Një njeri me kulturë, ka qenë i Strugës, Gjemil Zhuta, i Strugës. Ishte një njeri shumë, një njeri i, mund të them, i ndershëm, me edukat dhe më vjen keq për ti që ishim grupi madh dhe që humbi shumë thjesht edhe materialisht që nuk ju kompenzua jo për shkak të ndalimit koncerteve. Kush është konë kush me ty në atë kohë që o konë paka shumë i qiti profili, dhe më thonë që u shtadërupi i publikut si këngëtar? Po kanë qenë në atë kohë, me mua ishte, kemi qenë unë dhe Shuretja, ka qenë Sabri Fejzullahu, Duan Hajra, pastaj kush ishte tjetër? Iliris ka dalë s'kenë halon atë kohë, Shaqiri. Ma vonë ka dalë, në fund viteve të dhejta. Po. Për zotën nuk e kujtoj. Si s'ka lidhje, po vetëm më interesoj ke plejada e njerëzve të asoj kohë. Ka në ke pas si idhull zonja Shkurt kur e ki fillu karjerën tonë muzikore, dhe më thonë, a ke pas na krejt kemi, dhe më thonë, dikon që thush, kisha pas qef që shtë më u bodho, me më rri, ose me pas që të mbështeti, ose që të zo, ose a ke pas një referencë? Po, kom pas, edhe i kom digju shumë, kom digju në Xhmije Pagarushën shumë, kom digju Vaçe Zelën, Fitnet e Regjën e kem digju shumë, edhe i kemi da shumë. Po është e çuditshme se Axha im ka punu në Gjermani, edhe na i ka pasjell një kastofon shumë të madh. Edhe në atë kohë, unë edhe si fëmijë kam digju Riza Bllacën. A kem digju Riza Bllacën? Se gjyshi ime donte shumë. Edhe kanë qenë do kastofonat më dhaj asnjëherë se harroj, sa bukur nxjini zonin. Edhe her mas hera i më thoshte prap shumë Rizajnë. Cila këngë Rizajt pëlqejke më shumë? Gjitha, po i ka pas do krahina që me orë dëgjojsh. E di, këngën e Miftar Hasanit, e në këndë që më thonë që zgata e 2 orë, unë e ka njerë i lëshëj, për hirtë vërtetës, si më thonë në lëshëj që të hibin Prishtinë derin milët kryhet kënga, dhe më thonë edhe më ke heka kasavetin. Interesant është qëfar admirimi kemi për atë njeri që të manë pengë, që aty kime nguë, edhe me pas punë vjen keq me lonë, se du të me nalë, që aty me gjetë prapë. Pa dhe këngë të dashnisi ka të mira i zaj, dhe më thonë, kundrat e zeza. Po një këngë të ti. A ke bone ati, na? Po. Cilën? Andër të pash në gjumë të parë. Të kom bo, po. Me thonë drejten, të isha, a i gjyshi i masa e diqë, të isha shqyqe së gjyqe, se kështë ma kish pranu. Se i thash, kur i kalzëshim na për kongë, qka po mundohi, sepse aje kishtë ato. Rizona, ha? Para më nëjë më konë shkurt e Fejza, edhe më tonë dikush lesë, Riza Bllaca është qka është. E ka dashtë shumë. Fantastike. Ma nej shkurt e ardhëm të pak para luftës, gjatë luftës. A ke pas momente trona njët, piklimit, si ke thonë, nështar nuk javlen edhe muzika heshtë, dhe më thonë, që kem ka bëju në kështu, dhe më thonë, a ke kalu në për faza tila? Po janë 50 vjetë, dhe më thonë,
edhe këto, edhe momentet e vështira të jetës thjesht, pikëllimet familjare, nuk i shpëton njeri se janë 50 vite. Po dëse ti njerëz të shohin shkurtën artistike, shumë pak njerëz e din shkurtën private, pra ti ki, për shembull, ti ke punu në ora, njerëz nuk e shohin këtë gjë, domethënë njerëz të adhurojnë për ato çka del në televizor ti. Sigurisht, Po. pa e ditë Pa e për ditë. skenën, po. Po. Po, ka qenë, me thënë drejten, ne shumë e kemi ndi çështjen e Kosovës, rrethanat, lufta që zhvillohet thjesht, persekutimet, vrasjet e protestuesve, pastaj kur vinin ushtarët në arkivole, për neve ishte shumë pikëllim i madh. Shumë. Nuk kena mujt me ka qenë shumë e rëndë për neve, e marrshim shumë për zemër se s'kishte ndryshe. Edhe po në këtë kohë mas ne kam qenë shumë pak aktive. Gjatë kohës luftës. Gjatë kohës të kësaj periudhe. 97, 98, 99. 97, 98, 99 s'bat fjalë. Mirë po edhe prej 95-ës ka qenë më pak aktiviteti im. Okej. Për shkak të këtyre rasteve që, me thënë drejtën, na rrëzonin emocionalisht. Edhe pastaj edhe pikëllimi im i madh ka qenë në jetën time, 94-ën edhe më vdiq nënën, më ka vdek shumë e re, edhe se harroj asnjëherë. Kjo puna e njeriut kur është i smuti e pret. Me po ajo vdiq nga infarkti dhe Sa vjeçe? 56 E vjeç. re shumë. Edhe nuk, që thot populli, nuk Shumë e e re. harroj deri të shkoj te ajo. Okej. Se harroj është një dhimbje që të shoqëron vazhdimisht. Janë kujtimet për prind që kur Si janë shumë e lidhur me nanën, domethënë, se e përmend edhe ndihmën që e ke dhënë në punë me të. nuk ka pas dhe nuk po shoh gruma fisnike. Okej. Nështë se cili e vlerëson anën e vetë. E vërtet. Që në jashtëzakonshme. Jo, këqëre tash. Sot, me thonë drejtën, sot kur më thojnë motrat e mia i kënë gjop, baja ki, më bjerë mirë. Sa motra jeni? 7 motra. 7 motra. 2 vllazër. Okej. E 2 vllazën. Ti a je ma reja pi motra? Jo, unë jam me 4. Domethënë edhe përkundër emrit shkurtë nuk është ndërprej cikli, ka Po vazhdu. mas me e kanë vazhdu 2 djem. Po mas me e mas ata te e kanë kanë vazhdu edhe me 3 vajza. Domethënë 9 fëmijë jeni. 9 fëmijë jemi. A jeni halo ton? Po shëqër zotit, faleminderit. 9. Tash të po pritoj një me botë, domethënë kur pianizëm vëdojmë për zot. dytin kur qyshse. Për zotën, unë jam e prekun nga brezi i ri. Aha, Se nuk e marrin edhe si detyrë, kombi jo është i vogël. e vërtet. Është detyre e secilit të ri me mendua dhe për vazhdimsinë e Ti më rënë e prej natit brezit. serve bëjshim fëmijë në atë kohë, edhe ishim ata s'pashtohen, na pashtohemi. Po, Domethënë pra, të çito më shumë i Ka mujt. qenë një opinion që na e kena nanat kosovare kanë fitu luftën. Po. Thjesht. Ne i bëjshim të kalkulime në atë kohë kur jemi konë, ishim okay, me që të rritëm na dikun ka viti 2050 i nxojnë ata me banorë dhe çash na u duken neve. Për zotën, po. E sot jo, sot Po. nuk jam e idhnume. Si që për zotën. Mos ju pas të hije. Për zotën. Që unë 4 i kam temën e kumbotë, më thonë. Jetë gjatë tamam e pas. Po dhe. E manena, dhe më thonë, të vdekja nonës pas ka qenë njëna pi goditjeve matrona që e ki pësu. Pastaj edhe pas luftës, mas ne edhe u vra vllai Hajrushi. Sot është heroi i kombit i shpallur nga ish presidenti Hashim Thaçi. Okej. Edhe me thënë të drejtën kjo në ka godit shumë, është pikëllim që edhe sot e ndjej, sepse motra ime ishte martume me te. Okej. Edhe i la vajzat shumë të vogla, edhe në çdo fest, në çdo gëzim, e kemi thuaj atë përgjysmë për shkak të pavarësisht se jemi krenar, sepse ka vdek në vijën e frontit. Kjo dhimbja asnjëherë nuk pushon. Po. Asnjëherë është e pamë. Kur, Azem Bekluli, valo i Kosovës. ku ka vdek? Ku është vra? Vdek me një fshat Maqitev. Maqitev. Po, atje kanë qenë luftimet edhe Okej. vdek në vijën e frontit. E dhëmshme. E dhimbshme edhe
Pastaj shkurt gjatë luftës, ku ke qenë ti? Gjatë luftës 98-99, gjatë bombardimeve. 99, biles prilli është muaj që marsi edhe prilli për Kosovën dhe historinë e saj është shumë i dhimbshëm. Është shumë i ngarkuar emocionalisht. E vërtet. Edhe sot e kujtoj që me 3 prill neve na kanë përzon për Shqipni. Edhe ty. Sot sa vjet po bën, sot 3 prilli. Sot ju kanë përzon, a? Po. Dhe më thonë, pi pjen, qa e 2026, 27 vjetë. 27 vjet. Edhe është... Ku je konë, Suarek? Jem konë në Mushtisht. Mushtisht. Mushtisht, që ka njëherë kur të bisedoj me Ajrushin për gjendje se si metëm na aty, beso ka njëherë nuk du mja falë që na lashtë. Për zotën se i kisha fëmijë. Qërë lufta kishtë të sanë. Dhe më thonë, gjithë për shpresejshi që hajtë se zvina, më din. Edhe ma nej vesh kur metë që kur par mundësie me ikë dika. Na kena pas metë qandër qabi që është mitis Kosovës. Edhe ma nej të shumë hajtë se zbot. E unë gëllëshë që aty nga Qashtu hajtë se zbot, hajtë se zvin. Po, hajtë se zvin. Sepse nuk e di pse, qysh metëm ashtu. Po, medalve që na qysh medal, dhe qysh një farë si... Po, solidariteti... Solidariteti nuk e di, nështë i nevojshëm për kohën, në fakt. Mirë po e paguishe me kokë. E të më thonë, erdhen me 3 prill, ju hjekën për aty. I na hoqën për aty. Kush erdhë? Erdhen Policia, paramilitar, po edhe serbet në lokal, edhe të fshatit u veshën ma herët veç. Na i pam situatën, po. A ju bëshin problem serb lokal? Një presion, mas ne fillun me e ba, jo me i qitë ato automatikun në përdritare, se na ishim me shtëpia afër, po, mirë po, në për shtëpia jo njëherë më na hynë, po kështum, po dole thjesht e shihje presion. A, dinin serbët kush është Shkurt e Fejzat, njifshin ata, qysh jo? Qysh se njifshin Shkurt e Fejzën. Ata në përdasmat e tynë dhe ata kënëshin Kosovën në ime. Jo. Mos. Po për zotë, në aton kohës keshin. Jo. Se i bëshin edhe ata dasmat në për livadhe, edhe... A kënëshin edhe Shqip ka paka? Jo Shqip, pa i të kjo i Kosovë. Nona ime. Po dhe... Wow. Edhe... Sot e atë dit i tha Majrushet është e paspjegueshme si metëm na me 3 prill aty. E ma ne qyshe këtë pe aty hit? Mas ne i ikem... Dullt kejtë fshatja? Kejtë fshati, mirë po na veç të Hajrushin e nale në qendër të fshatit. Okej. Edhe i thanë që ti je po bashkëpunojsh me UÇK në bla bla, ki tha unë, jo, nuk jam arsyetu. Edhe na mendum se që aty dhe ta lanë Hajrushin, thjesht dhe ta vrajnë. Edhe për fatin ton të keq, një farë rafale, automat, kush e bon, nuk e di unë mendova që... E vranë ta, po. Kur për sho, ky po vjen, Grisa, mam, babi po vjen. O, zotin madhë, ka qenë shumë, edhe sot kur e kujtoj, ma lun emocionin absolut. Mastej, kur kemi kalu pak në fshat, edhe Ajrushim na thash, kurte, nëse pështojmë, që e kalojmë një shtëpi aty, ishte shtëpia e Vlladës. Tha, na pështojmë, nështë. Po në moment që kemi shku të ajo shtëpia, neve na kanë gjujt me snajper. Mas. Dhe më thonë një atentat që veç Zoti i madh e din aj qysh na ka shpëtu. Pastaj kemi ka hy Hajrushi knej mas një traktori. E kam vazhdojshit, a? Jo, me kerë. Me kerë? Me kerë. Pastaj edhe një plumë në kardë, merë me men jemi kona 8 veta në makinë. 8 makinë? 8 në makinë. Edhe deshti Zoti. Pa thonë Zoti nuk ndodhin gjanat. Edhe na prap shpëtua. Edhe në fund mas nej, kur shkum në fund të fshatit, e nalë makinën që tashti unë thysha ta qesim arbrin dikun, që bile kynë të shpëton. Mirë po, kjerët i këshin marrë rrudhën për vetja të shkretit, thash Hajrushit a diçka. Kjo gjomi për para i kjerët,
krejt u ra. Mos. Ra, na pa gjam. Pa gjama, Thash, hajde i rush po nisemi, inshallah Zoti po na ruan, s'kem çka me bë. Prap kemi hyrë në kerr. Bilem kanë shpëtu vetëm ato gjana që i kum pas në kerr, që një herë i gjujta, s'disha çka po ndodh, çka me bë. Domethënë ishte prap kemi hyrë në kerr dhe ja kishte të tjerë civil shqiptar aty bashkë me juve që ishin. Jo, na ishim vetëm. Vetëm ishit ata. Civil, shqiptar, me traktora, me ikën, gjithë ikën. Atëherë na i kom marrë fëmin prap, nana Hajrushit, në djes pas, bashkë me mesën me Aden, edhe kemi hyrë prap në makinë dhe kemi shkuar në ato fushat e Vërmicës ku ishin të gjithë, që kemi nejt 4 ditë për me kaluar kufinin Te liçeni që ti. të liçeni. 4 ditë nejtë ata. A ishit në kontrollin e serbëve aty edhe matutje, as kur kush që kontrollonte atë? Nuk na kontrollon të kërkush, her mas herë ne ishim kënej kalivadhët, her mas herë do parulla në për rrugës, sa në do patrulla policie ishin, që A ishit shumë njerëz aty? shumë njerëz ka pas. Shumë njerëz ka pas pi fshatit tonë gjithë, pasi edhe fshatna tjera, Budakov, Vranic, edhe krejt Bukoshe, krejt edhe shumë tjera sigurisht se I që ty flinit, a? aty kemi fjetë në kerr. Në kerr. 4 ditë. 4 net. 8 vetë. 8 vetë në kerr. 8 vetë në kerr. A kthen kokën e herë me thonë qysh na nxoj kjo vëlla që i kersh aty 8 Po vite. këtë fëmija për mi mund fleshë. Sot kur pishoh zot. E di. Po deshti zoti i madh, mas ne i kalum në Shqipni dhe asnjëherë se harroj se si duket frika, emocioni kur jemi çunë mëngjes në Shqipni, në Kukës. Në Kukës, a? Më dukej sikur ajo gjallica po mbje për mi. Edhe s'musha me marrë frymë beso, edhe s'musha sa kemi nejt aty, unë s'kom guxu me këqyr gjallicën, se më duket si po mbjen për mi. Po. Si duket akumulimi emocional, stresit, i ankthit, kur se kam të spjegu, me tash kur e shoh, thamë, Atë gjallicën aty. për zot. E ka qenë shumë e të mërshme. Sa nejtë në Kukës? Kemi nejt një 2 ditë, më duket, Okej. aty dhe mas e kemi vazhduar në Tiranë. Tiranë. Te një miki yni, një Viktor Sobiçoti, Okej. në fakt kemi shku një herë tjetër kund të do tenda. Okej, po ka qenë aty në Po, Tiranë të masi- rruga Kosovarëve, po, më duket që i thojnë. Prej aty mas ne kemi shku me një banisë të vogël. Domethënë pas ki përjetuti një të merë gëgja kështu tamam sikur se cili kosovar që gjatë luftës, domethënë në tenda e në Unë, kampe. po, mu më ka kallëzu një djalë, i cili baba i ti pas ka thonë, qërë bërbirë se s'morën vesh prej radiove, a pështoj shkurtja, ka qenë adhuris i këngët mija. Edhe ai më pas ka pa më. Jo. Edhe ai ka shku i ka thonë, bab, shkurt e fejza ka pështu, po harroje që kime një mo këngë pisaj. Se s'kish me 30 kila. Për zot. E shkri. Domethënë që aty ku nejtë në Vërmicë. Atë njofshin ata aty. Po na njofshin se ne ishim rreth e jon. Po. Mushtishti, ai mushtishti janë gjithë sebeb me zvet. Më knu si shran aty domethënë. Do me thonë, në Tirana i na ka pa. Edhe i ka thonë, babë zvet, harroje që mo ki me një kongë prej saj, se 30 kila s'kishme. Për zotën. E ma nej pi Tiranës, vazhdut aty deri në fund luftës, a keni dalë ma nej në diaspora? Jo, mas ne pe Tiranës kemi vazhdu në Qërret, edhe të një familje Dila Vergjinit. Pastaj aty kemi nejt ma gjatë, Në Qerret? po, Okej. në Qërret, edhe thjesht du me shfrytzu rastin dhe mi falenderu shumë, se sinqerisht kanë qenë momente që njerëzit e mirë, në këto momente di me ta lehtësu dhimbjen thjesht. Edhe sot atë ditë vazhdoj miqësinë me ta, janë shumë njerëz të mirë, te Zhaneta dhe te Dilaveri. Pastaj kemi arë në shtëpi, Djegun, Sakatun, Pra ti s'ke knu gjatë luftës? Jo, nuk kam. Okej. Domethënë Bilem kam et shumë marak sot kur i shoh do organizime. e di. Edhe Ari Vladin me shok, ty e kallë diasporë. po ka mungu thjesht sepse
Në rasti i Azemit, edhe na s'kena këndu gjatë kohë. Okej. Edhe me dhimbje thjesht jemi kthy dhe kemi nis me. Edhe me thënë drejtën Ajrushit që mu shkemenja. Mirë po ishim gjithë ata antar. Shpenzime ishin. Thash o Ajrush, kur dhimbja s'ka me të hek. Po. Mirë po. Kur je kthy në skenë? Mes një 7 mujve po. Do të thonë pas luftës dikun ka fundi vitit ose fillimi i vitit. Ka fundi i vitit. Ku je kthy? Ka qenë ashtu një organizim, po ma shumë manifestimet, Okej. të cilat nuk të ngarkojshin që po kënon. Po, ishe ma shumë. Ata familjarët kaj, ti kaj, Po. u duke si... Po. Like Një farloj po. komemoracioni, po thujse. Edhe aty jam kthy edhe e pash që jeta vazhdon, se duhet me vazhdu, se kishim gjitha ta fëmijë me urrit. Po. Fëmijët e mi të vegjël, motra me 2 fëmijë, nana Hajrushit, do të thënë ne kemi jetu edhe para luftës në bashkësi. Edhe këtu e pam që marshim borxh për me jetu. Mos. Borxhi rritej. Do të thonë shkurt e feza, o dash me marr borxh për me jetu pas luftës. Sigurisht, pas luftës po. Wow. E manej fillova avash si më thonë. Fillum avash edhe mas së luftës ka pas shumë koncerte të cilat janë organizuar jashtë. Edhe diaspora, me thënë drejtën, na ka marrë gjallë. Zoti i rujt, edhe jam shumë i njohur gjithmonë. Okej. Edhe A më shkurt najra mirë njohse, do të thonë shqiptarët do duhet që kjo, do të thonë më u përmbys, najra mirë njohse, tash është keq, do të thonë sakrificat financiare sane, po na shqiptarët do të më konë mirë njohës ndaj teje, do të thonë sepse reciproke. Reciproke nuk e di, po do të thonë ato shtyllat që i ke vendos, ato kanë një peshë historike, dhe më thonë, ne jena shumë, edhe kena mujt, po është, që më thonë, një pjesë e rëndësishme e historisë, dhe më thonë, edhe krijimit identitetit tonë, dhe më thonë, që ata që e folën prej vitit 1980, kur e ke prej, dhe më thonë, që atë jugoslovenizmin, edhe e ke kthy shqiptarët nena, edhe e ke bo, si më thonë, e ke bo më konë shqiptar trend, jo më të armarë që je, kështu që është rrugtim. Ka qenë e bukur ajo kohë. Po, apo din. Te që po e përshkrua. Po. Dhe me thënë të drejtën e ndishna këtë. A nisha? Po, këtë mision. Mision, po edhe këtë fitores. Po, dhe se ka qenë një farlej, si me thonë, si mi konvertu njerës, apo din, mi thonë rëmik njëna. E ndishna, sepse e merja nga njerëzit që ma admironin, edhe ma thonin, faleminderit, edhe më thonin edhe thjesht misionin e këngës time. Në këto rrethana përshkrunin. Faleminderit se nuk shkojna ma, nuk i ndigjojna, tina bane me ngushtë qipme. Dhe mua kjo ishte shumë e bukur për mua. Sot që sheshe muzikën shkurt, dhe më thonë, si kur ti shë marë sot me muzikë, atë pjesën tjetër, qëfar zhandrë ishe kam ty kënu, dhe më thonë, që shdoken këto qikat e reja, djemë të ri që bojnë, dhe më thonë, jo hip-hop, jo pop, jo... Po, i ndëgjoj, janë me kohën, po unë për vete se kisha ndëru. Okay. Edhe te hip-hopi, edhe gjithkun, kisha vun pak atë dhe dashuri, e cila është domosdoshme për neve, për brezat, për... Me më thonë se ky vend do në dashni. Edhe donë me shpreh nga prej çdo këndi që ti je. Prej çdo talenti, në çfarë do të qoftë mënyrë, duhet me shpreh dashni për Kosovën. Unë jam rrit në këtë frymë edhe më duket që derisa rrej damari i fundit, unë kam i kënu Kosovës, sepse e ndi veten shumë e çmoj atë moment kur më dalë edhe pavoj Kosovën në ime. Po. Kush pëlqen për këtyre trive? Ingoj më pëlqejnë shumë. Më pëlqejnë shumë, kënojnë bukur.
Tash ti me thonë drejtën, po më duket edhe Evropën përfurnizojmë na me këngë. Është fuqi. Futboll dhe muzikë na. Çem politik nuk na dën fort, domethënë që të zaklavit. Rinia e Kosovës jashtëzakonisht kreative. Po be. Mu për vetin pëlqejnë. Qëre, na po get veç punë ekipore nuk kena të mirë, domethënë individualisht më na lën gjithçka bojmë. A më thonë bojnë një 4-5 veta bashkë banë një projekt. Ja zbanë. Ja qatë të e prishmi krejtë, shkon. Nuk shkon. Shumë falemderit për këtë bised, u knasha, do në qërëm. Falemderit ty, se pas në harru që jam para kamerave, Po. Te unë, gjithë njëjtë më dukësh, do më thonë, asë nuk më dukësh që e plak, asë nuk më dukësh që e rinu, që aty kujtë moj men vitet 80, do më thonë, faleminderit. Absolutisht, do më thonë, kështu që po shpresoj që edhe nipat e mi kanë me ushqyme qatë mesazhin tanë, me qatë ngjyrën e zonit tanë, avdin. Faleminderit. Ta jep një farë stabiliteti, adin kur të ngon njeri, duke që e ka shkelin në vend sigurt. Sa mirë. Është dhurat prej Zotit. Po. Nuk është një diçka, e shet që nuk je përkohshme, është një farë lloj, pra po tham, nuk friksona që po të proj, si më thonë, Kosova, Shkurt e Fejza, ka një zbashke, ka një farë rrugtimi, pra si pak kush, shumë faleminderit. Faleminderit juve, kënaqësi. Kjo puna diva është pak, si më thonë, është nënblefcu si frazë, dhe më thonë, po me gjitha të Shkurt e Fejza është vetë Kosova, është vetë historia jonë. U knasha me një bised rreth 1 orë 10-15 minuta. Shimi në mysafirë në radhës, edhe pse pak problem tash kanë me thirrë mas kursës, po ja bëjmë diçish. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.